Sot me Jozin mbajmë marrëdhënie të shkëlqyera shoqërore. Edhe me Jozin, domethënë. Ashtu si me Arbrin dhe me Jozin vazhdoj të mbaj marrëdhënie shumë të mira. Jam shumë krenare për Jozin, me thënë të drejtën. Startin e kishte pak shumë të vështirë, se nuk e di se po ti dhe një mundësi publiku të njihnin perlat e Jozit. Tamam perla. Kur iku na mori malli për Jozin. Pse? Edhe më shëftoni. Zotria juaj. Edhe mua më mori shumë malli për Jozin, edhe kur erdhi Jozi ju e patur, rash në qetësi, domethënë. Për te shakave. Shumë e lumtur që u rikthye në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 4 edhe vendosi më në fund t'i linte më një anë një pjesë të trurit të vogël që se që merrte erë nga njerë. Hynte shejtani her pas here. Vinte shejtani aty, edhe shqyr që shejtani i Jozit nuk doli pa bërë dëme të mëdha, se jo vetëm i hyri Jozit, po i hyri Laertit, Rozanës, Gertës, të tërve me radhë. Pa. Na preku nga pak të gjithë. Tash çfarë i bëjmë Jozit?